Selam aleikum, o nderuar, si mund ta kuptojmë sakt mbështetjen në Allahun në tevakkul, në raport me marrjen e sebepeve, sepse ndodh që në disa çështje nuk marrim asnjë sebep praktik dhe themi e kemi lënë në dorën e Allahut, ndërkohë që vetëm presim pa vepruar. Ku është kufiri mes tevakkulit të drejtë dhe neglizhencës në marrjen e sebepeve, Allahu shpërblet. Në atë që, aleikum selam rahmatullah, në atë që ka përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu subhanahu wa taala e pasmëshirua në kuptimin e marrjes shkaqeve dhe kuptimit të mbështetjes me Allahun subhanahu wa taala ka thënë kështu: ka disa njerëz që janë të devijuar dhe nuk i marrin shkaqet, por thonë kemi mbështetë Allahut, ta njerëz të devijuar. Të Sheikhul Islam këta me pas shtet islam dhe ligj funksional shariatik, ta do të më kap një rre. Për shkak se ai i cili e ka obliguar mbështetjen e te, është ai i cili ka obliguar marrjen e shkaqeve. Kush ka drejt me thonë, unë e marr çet pjesë ku ka thonë Allahu mbështetet e unë, ama nuk e respektoj këtë pjesë që Allahu subhanahu wa taala ka porositur me marr shkaqet. Do thonë, kjo është një dallim që e bojnë njerëzit i pa drejt. Nuk ka diskutim se në Kur'an dhe në hadithet e sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk vdes robi pa e bitis rrezikun. Por është gabim moshtria dhe me thonë, unë çka kam me hangër, është e vërtetë që kemi me hangër, se s'mundesh me vdek pa hangër. Ama për që shtrihet që to, do të më kanë gjykata islame e ka për rejnë e mirë dhe ai nuk shtrihet më dhe kur lodhet, se jo veç moshtria me prit rrezikun që vjen prej Allahu subhanahu wa taala. Edhe në çështjet e tjera, në të gjitha shkaqet dhe Allahu subhanahu wa taala ka prua plot shembuj se qysh duhet me marr shkaqet. Plot shembuj, jo një shembull, plot shembuj. Duhet me marr shkaqet. Mariemja alayha salam kur ka lind Isa alayhi salam u kon nga një hurmës. Hurmët ka mujt Allahu me aqit përpara, po e ka urdhnuar me mshue hurmës. Zakaria alayhi salam kur i ka pas vitet e moshës, ka mujt me thonë Allah në pashkruhe maja punë të djallë, mësë pashkruhe kur që kërkuna, po ka bo doa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bo hijretin, ka mujt me bo hijretin, mësë me bo hiq, me thonë atëse vjen Allah merë, që shumë ka quhe në Palestinë atje dhe më ka quhe në qilë, merë edhe për Mekës më qënë Medine, ma jo, nuk bënë kështu. Dhënë shkaqet të cilat janë shariatike, duhet me i marë, dhe kushdo që nuk i merë shkaqet, dhe për shkak mos morjeve shkaqeve ndodhe keqja, kjo ka gjuna. Kushdo që i merr shkaqet, por megjithse edhe ka marrë shkaqet, përsëri ndodhe keqja se mundet me ndodh, ajo ka me ndodh edhe pse i merr shkaqet, nuk e heq përgjegjësinë e vet. Por këto marrja e shkaqeve të lejuara shariatike është pjesë e mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Marrja e shkaqeve të lejuara shariatike është pjesë e mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Rastet të shumta, Allahu subhanahu wa taala kur na ka caktuar me pas fëmijë, ata kanë me pas fëmijë. Me thonë atëre, pse martohemi na? Ata fëmijët kemi me kemi bë. Është e vërtetë se ai që ka me lind, ama për shkakun që nuk i ke marrë shkakun të lishëm shariatik, po ke shkuar në rrugën e palishme shariatike, e ke merr ndëshkimin. Për këtë themi se marrja e shkaqeve është pjesë e mbështetjes në Allahu subhanahu wa taala, wallahu a'lam.